lëvizjes woke, lëvizjes globaliste, që synojnë në thelb të shkatrojnë familjen. Pra, nëse shqiptarëve deri tani u është rrëmbyer liria, po ju rrëmbehen pronat dhe tokat. Domeni i fundit është kështjella e fundit e lirisë është familja, janë fëmijët, mbrojtja e fëmijëve tanë. Tani, a e dini që mbasi u miratuan Parlamentin shqiptar me 77 vota të sektit të rilindjes, ligji për barazinë gjinore, i cili i shndron fëmijët shqiptar në klient të surrogacisë. Si? Ministra Kumbaro 3 muaj më parë ka dalë në konferencë për shtyp dhe ka thënë që të gjitha kurrikulat shkollore të fëmijëve shqiptar nga mosha e parashkollorëve, pra po flasim për edukimin kopësht, deri tek viti i 3 në gjimnaz, do të ndryshojnë të gjitha ato kurrikula si pas ose konform ligjit të barazisë gjinore, duke induktuar brenda këtyre kurrikulave ideologjizim gjinor. Pra shqiptarët çojnë fëmijët në shkollë për të mësuar atyre biologji, edukimi publik në Shqipëri, sipas këtij ligji do t'i mësojë atyre ideologji. Që do thotë, do t'i shkojnë grupet, edhe do t'i thonë atyre fëmijëve tanë, djemve do t'i thonë, mbase jeni vajza të lindur në trupat e gabuar, mbase jeni vajza që keni lindur në trupat e djemve. Tani kjo nuk është një histori konspirative. Kjo është historia e Amerikës Veriore, kjo është historia e Kanadas, kjo është historia e Skandinavisë, e Europës perëndimore. Ky është halli i madh që kanë prindrit dhe familjet të cilat duan t'i ruajnë dhe të mbrojnë identitetin gjinor natyror të fëmijëve, sikundur e ka kriju Zoti. Pra djali është djalë, vajza është vajzë, edhe are t'i mbrojnë fëmijët, edhe në momentin konfuzive t'i ndihmojmë ata që të qëndrojnë në identitetin e dhënë nga natyra apo Zoti të krijimit të tyre. Tani, shikoni se çfarë bëjnë këta. Që tek fëmijët 4-5 vjeçar në kopësht, deri tek fëmijët në adoleshencën e tyre të hershme apo të vonë në gjimnaz, do të mësojnë ideologizim gjinor. Në momente konfuzive të caktuara, ata në qoftë se do të shkojnë tek babai dhe mamaja, do të shkojë djali dhe do i thotë kam dyshime në lidhje me seksualitetin dhe identitetin tim. Dhe babi i thotë çunit, ka baba çun, ti je djalë. Zoti na ka dhënë djalë kur ke lindur. Dhe djali shkon në shkollë dhe njofton mësuesen kujdestare ose psikologën e shkollës. Atëherë, gjëja e parë që bëhet me prindrit në Amerikë, në Kanada, në Norvegji, në Suedi, në Doni, në Britaninë e Madhe apo në Gjermani, është që prindrit merren në shkollë, dalin përpara komisionit dhe rrezikojnë të humbasin prindërimin e tyre për fëmijët. Në Amerikë ka ndryshuar pas ardhjes presidentit Donald Trump. Pas ardhjes presidentit Donald Trump, presidenti deklaroi dekretin presidencial që tha në Amerikë do të ekzistojnë vetëm 2 gjini dhe çdo mësues që do të kërkojë të mësoj fëmijëve diçka tjetër, atëherë do të pezullohet nga puna. Tani, problemi është i tillë, pse ju thash, sepse mund të tingëllojnë të rënda fjalët që unë po i them, po pse ju thash që fëmijët tanë këta po i përgatisin në mënyrë graduale për të shndruar në klient të transgenorizmit. Sepse që kur janë të vegjël në shkollë tani, do të mësojë kjo ideologjia gjinore. Dhe në momentet e tyre konfuzive, çfarë synon urdhri i zonjës zëvendësministre? Terapi hormonale. Po e dini se çfarë është terapia hormonale? E nderuar, është fjala për bllokuesit hormonal. Janë të parët element kimik që hynë në trupat e fëmijëve, dhe këto bllokues hormonal janë preparate kimike të cilat ndalojnë zhvillimin natyror të pubertetit të fëmijës. Pra djali të mos zhvillohet në pubertetin e tij si mashkull dhe vajzat mos zhvillohet në pubertetin e saj si femër. Dhe pasi përfundon kjo historia e bllokuesve hormonal, atëherë i injektojnë ose japin nëpërmjet kurave, tabletave dhe hormone të tjera. Tani, se do të marrë një koment doktorit në që na e sollet pak vëmendjen tek se si do funksionojë gjithë procesi. Një fjali, pse unë e quaj kastrim kimik? Sepse pjesën e terapive hormonale është kastrim kimik, është genocid që zhvillohet në trupit njerëzor dhe fëmijëve tanë. Pse? Sepse janë të njëjtat preparate kimike, të cilat u jepen pedofilëve pasi janë ndaluar praktet e tyre të pedofilisë dhe pasi gjykata ka marrë një vendim në perëndim. Janë të njëjtat preparate për të shndruar vajzat sterile dhe djemt për të shndruar të kastruar. Pra kjo është historia. Këto janë preparate që këta i fusin brenda termit